e tjera, do të Tani shtoj. për të treguar sinqeritet dhe transparencë, ma tregoj Albana se çfarë ishte ai produkti. Ndërkohë do të kemi në ekran sërish numrin e telefonit dhe ju presim të telefononi për të na treguar se çfarë mund të shtohet, ju mund ta keni gjetur, shpresoj shumë, mund të keni lexuar, shfletuar e me radhë, ose nga eksperienca e ndonjë anëvise mund ta ketë gjetur se çfarë shtojmë tek fasulet për ta trashur dhe për ta bërë lëngun më kremos. Kemi treguar disa variante dhe atë çka Albana përdorë, se dikush mund t'i trashi me fasulet t'i bëj ato më kremoze me produkte që ne thamë, por ajo që ti vetë personalisht dhe e kemi realizuar edhe në program, për kaq mund të ndihmoj, pra e kemi sjell në recetën tonë të përgatitjes së groshëve, sezone më parë. Produktit është ma, e dyta është u, të tjera rafoj vetëm pastaj. Mëngjes, përshëndetje. Nga telefononi? Mirë. Po, nga Përmeti. Edhe njerëzojnë nuk ju dëgjova. Nga Përmeti, nga Përmeti, të përshëndesim Përmeti. Ke ndonjë ide? Jeni shumë të mira. Këna të shikojmë. Faleminderit. Nuk se do jetë makarona? Makarona? Jo. Është me u, është u gërma e dytë. E përdorim, të ndihmoj pak këtë produktin. Përdorim shumë shpesh tek përdorim fëmijët e vegjël, tek ato që shkojnë në shkollë, që nuk duan ushqimet që gatuajmë ne, duan ushqimet e gatshme. E përdorim në për salca, kur bëjmë ato sallatat. E për tash e prishe fare. E thash, ë? Po thuj se thuje fare, jo më se thuje. Ja për ta ndihmuar. Edhe një herë? Mustardi. Bravo. Amo i Niki. Po, mustardash. Unë po ta dija para publicitetit, do t'i kisha ndihmuar dhe gjatë më parë, por realisht nuk e dija se ky kujci doli kështu befasisht, spontanisht nuk e kishim menduar. Mustarda është, po mustarda. Të lumt me hile. Të lumt me hile. Se gati sa se tha. Të lumt. Kjo tregon që edhe unë e bëra shpjegimin mirë siç duhet. Të lumt.